Përshëndetje, zoti Mazniku, jam profesuesi i Nova Medias në Shqipëri. Desha të pyes direkt, a jeni ju në konflikt të interesit me këtë komision posaçëm, duke qenë ish pjesëtar i Bashkisë Tiranë, ku jeni përfolur në mediat shqiptare për korrupsion dhe kolegu juaj, sot tek kësaj ditet, ndodhet si Ju lutem, jo, nuk jemi sesioni i burgosur, kryetar bashkie është për financat vendore. Në burg, edhe si mund ta bëj ai? Ju duket e rënvilia ju si një pjesëtar i njësive administrative që nuk ka as edhe një kontribut. Ju lutem, e mbyllim mikrofonin, ky nuk është, ju lutem, zotria, po, zotria. Zotria atje ja kam dhënë që është po, ju lutem. Ty të kam lanë, se kam menduar po. Ju lutem, zotria. Ju lutem, zotria, pastaj, ju lutem. Zotria. Pa dyshim do flisni brenda mundësisë, ju lutem. Po, ju lutem, zotria, po, më falni, jo, ju lutem ja kam dhënë zotrisë aty, po. Do të bi shumë shkurt që jam i bindur se askur s'ka ma nerva me duru, se u zgjatë shumë. Vetëm 2 vrejtje shoqërore kam. Kemi ardhur për një reformë të re territoriale. Dhe mendoj se du të kish i ba një farë projekti çfarë keni ndërmend të ndryshoni. Sepse e para reform e autonomisë lokale që kishte PD-ja të gjerë, solli anarki që e kemi përjetuar, gjithë mos na thoni jo. PD-ja e centralizoi aq shumë sa nuk shkon ma tani me ekonominë e tregut kjo. Çfarë keni ndërmend që të ndryshoni? Orientoni njerëzit që t'ju japin ide këtu poshtë. Kjo do t'jetë me vlerë, mendoj e do t'ju lehtësoj punën ju. E dyta, ju lutem, mos hajdeni para njerëzve për me fol me vete, se është gjithë administrata që po flet me ju. Keni mundësi të tjera për të fol me administratën, gjithë arrangjet, hajde të dëgjoni njerëzit, bizneset që prodhojnë pare dhe të mirëqenien në këtë vend. Faleminderit shumë. Zotria, këtu një sqarim për zotrin, po, ju lutem, zotris, këtu se ka një orë që ja kam dhënë dhe s'po e merë, po, ju lutem, merreni pak mikrofon, po, ju lutem. Për sqarim, ky sesion i parë është konceptuar si dëgjes publike, do ketë sesione të tjera, ku komisioni do vi me skenar për t'i konsultuar me ju. Kjo është dëgjes publike, po, ju lutem. Përshëndetje, unë jam Imer Hysa nga Kurbini. Aty mas jush, unë lexoj komisioni posaçëm parlamentar për reforma administrative territoriale. Do më pëlqente që ta disha këtu, pika e parë që ishte, si është menduar nga ky komision ndarja administrative territoriale e njësive në qarqe dhe në bashki. Për arsye se ka disa muaj që qarkullon një hartë që ka sensibilizu opinionin e gjerë deri në konflikte dhe debate qesharake në për tavolina. Përsa i përket ardhjes time këtu, unë vi për rrethin tim të Kurbinit, një rreth relativisht i vogël dhe i mirë administruar, i veçqeverisur historikisht, por edhe sot me një fizionomi dhe një paraqitje të jashtëzakonshme dhe të mundshme për të administruar. Sot, po të vijë dikush në Kurbin që ka jetuar para 5 vjeç, 10 vjetësh dhe nuk ka qenë më parë, dhe djeri sot nuk e beson se është në Kurbin vetëm po shofi Hoxhakun e fabrikës Llashit dhe të kishën e Shtanojt. Atëherë do besoj se është në Kurbin. I ka ndryshuar faqja. A ka shërbime dhe a nuk ka shërbime? Nuk është detyrim, domethënë, ose kërkesë e imja ose e çdo qytetari që të më furnizosh me ujë, të më shtrosh rrugën, të më ndryshosh, por unë shërbim konceptoj sa afër unë kam shkollën, sa afër unë kam ambulancën, sa afër kam dentistin, sa afër kam shërbimet që e domosdoshme që më duhet për të marrë për makinat, për keqgjykata e gjitha me radhë. Ju diskutoni këtu financat. Financat, të gjithë e dinë se si krijon financat. Ka nga grandet e qeverisë, ka nga burimet e të ardhura që mbledh vetë bashkia, ka dhe nga denatorët e ndryshëm. Tani, not një fenomen shumë i çuditshëm.
Për sa i përket unë diskutoj administrimin e financave. Nëse po, nuk e ka bashkia Mamursin, e ka tjetër kush, rrugët nacionale. Nëse pak rëndësi ka ajo. Çfarë duhet them unë? Unë duhet them këtë, që bashkia Mamurasit, ju lutem Valbona, du me mbyll me dy fjalë. Rrethi Kurbinit është një rreth relativisht i vogël me 234 km2 gjithsej. Vetëm me 10.000 hektar tokë bujqësore. Ka një pasuri të jashtëzakonshme duke filluar nga laguna Patogut, ish plazhi dhe vazhdon deri ke mali vetëm në 8 km vjerore në lartësi 1600 metër mbi nivelin vendit. Çfarë duhet të them? Që ka të gjitha resurset për të jetuar në mundësi të plota në sajt të një mbështetje financiare dhe që mund t'i bëj qeveria. Por gjithnjë i mshoj projekteve që duhet kenë bashkitë që t'i paraqisin përpara donatorëve dhe qeverisë. Kërkojmë projekte. Ne kemi specialistat të plotë, domethënë që mund t'i kërkojnë. Nëse s'kemi projekte, financa kërkojmë. Faleminderit. Faleminderit. Do kemi 2 ndërhyrjet e fundit, ju lutem, por do t'ju lutesha shumë që të fokusohemi tek financat, sepse po dalim jashtë temës. Altini që ma ka kërku 1 orë e gjys, dhe Diogjeni. Zotri ju keni folur një herë. Altini. Atëherë, përshëndetje gjithëve. Në fakt ka drejt profja se si koleg mbase mbrojti për në fund. Po, do flasim me radhë. A do respektojmë Altinin? Atëherë faleminderit. Atëherë unë jam Altin Mema, jam pedagog në Universitetin e Shkodrës dhe gazetar prej 20 vitesh në Lezhë. Zorgjen një fshat që unë mos ta kem kaluar pra në jetën e gazetarisë. Reforma e 2014-s nuk do flas politikisht, jam pjesë e Partisë Demokratike, tek financa do shkoj. Ne kemi disa probleme të trashëguara edhe pas reformës territoriale të vitit 2015. Kemi mungesë investimesh në bujqësi, kemi mungesë investimesh në sistemin energjetik, kemi mungesë investimesh në sistemin shëndetësor. Unë që jam këtu, sot i të nisho Lezhë, vetëm dje kam qëndru 16 orë pa energji elektrike. E gjithë zona e hotelit Gjuetis dhe i Lezhës. E tillë është thuaj se në gjithë në shumë fshatra të Lezhës. Besoj që reforma territoriale aktuale në konceptin tim edhe në anën financiare do të jetë më mirë menaxhueshme nëse ne do të kishim më shumë bashki. Zadrima, Baldreni, Zejmeni janë zona të cilat kanë bujqësinë. Bujqësia dhe turizmi janë 2 shtyllat kryesore të cilat gjenerojnë para. Në Lezhë normalisht që turizmi fatmirësisht ka hapa zhvillimi, por po t'i kthehemi bujqësisë, ne shohim se sa mangësi dhe sa probleme ka. Në një konferencë shkencore bashkë me ju profe të mbajtur para pak ditësh në Universitetin e Shkodrës, mora në studim transhumancën në Lezhë. Kam marrë opinione, mendime, vox pope, se si kjo pjesë e mirë e trashëguar në Lezhë, po shkon drejt një degradimi total. Nuk mund të jetë zhvillimi i fshatrave vetëm shëngjini, si model ekonomik. Ndaj, mendoj se rishikimi i reformës du të jetë jashtë ndikimeve politike, kryetarët do vinë dhe shkojnë, deputetët do vinë dhe shkojnë, administratët do ndrohen, por ne që kemi zgjedhur të jetojmë në këtë vend, mendoj që duhet bëhet një reformë që pikë pari të ketë në qendër qytetarin. Dhe për ta mbyllur pa dashur të sjell debate, në kishën e Shëndot, të shkosh në kishën e Shëndot, është djegur një mal tash 3 vjet. Është të mërshme, çfarë panorame të ofrohet me gjithë drujt e ranë përmbys dhe asnjë hequr prej sa kohësh. Faleminderit dhe u bëf më mira për Lezhë. Faleminderit, Diogjeni ju lutem. Përshëndetje të gjithëve. Më bërë shumë qefi, jo se kisha dyshime në fakt, po më bërë shumë qefi që po flitet për financat, kur bëhet fjalë për hartimin e një politike, e as më tepër një hartimit një reforme siç është kjo, është shumë e rëndësishme të bëhen 3 pyetje. Sa është kostoja, kush paguan dhe në krahasim me çfarë? Është më mirë apo më keq kjo që po bëhet? Në këtë kuptim, vlen të theksohet
vlen të theksohet se u përmend edhe borxhi pak më përpara. Po, vazhdo të lutem Diogen. Me që po flisim për financat, pak më parë u përmendën edhe borxhet. Unë vetë kam qenë në një tryezë të organizuar nga bashkitë forta, ku me qenë se po flisnim për financat dhe me që u përmend borxhi, unë vetë kam qenë në një tryezë të organizuar nga bashkitë forta, ku u tha si fakt dhe jo si opinion, që pjesa dërmuese e borxheve të trashëguara nga bashkitë në fakt janë borxhe të trashëguara nga ish komunat. Çfarë do thotë se ato njësi të vogla që ne kemi ose i mbajmë mend si afër me qytetarin, në fakt nuk kanë qenë të qëndrueshme ekonomikisht në terma afatgjat. Çfarë do thotë? Unë ngrej ca pyetje retorike tani, çam duhet që ta kem afër kryetarin, nëse kryetari për një punë, për një shërbim që i shkojmë thotë s'kam lek. Çam duhet ta kem afër kryetarin nëse për një punë që i shkojmë ngres supët dhe thotë nuk e kam unë kompetencë. Pra në këtë kuptim dhe me këto pyetje mendoj që i preka të gjitha temat. Edhe ndarjen territoriale, edhe funksionet, edhe financat. Në kontributin tim modest për këtë reformë, do thoja që bashkitë duhet të qëndrojnë siç janë në kuptimin e hartës, të mos vendosim më gozhda dhe penj sërish në hartë, po të përqendrohemi që të krijojmë bashki më të forta në mënyrë që të jenë më efektive për të dhënë shërbim qytetarëve. Ajo që un kam parë si shqetësim fakt që më ka ardhur nga shumë qytetarë, duke qenë se vetë jam i zgjedhur vendor në 2 mandate, është që më të pakënaqurit nga kjo reformë janë njerëzit dhe qytetarët që banojnë në zonat rurale. Këtu un mund të propozoja për shembull që të kemi një administrator më të fortë. Pra të forcojmë kryetarin patjetër të disa kompetencave që u përmendën edhe këtu. Po roli i administratorit në gjykimin tim mund të rishikohet. Sa qytetarë shkojnë deri aty sa thonë duam ta votojmë. Kjo mbetet për të analizuar të ato 3 pyetjet që thash në krahasim me çfarë dhe sa është kostoja. Por mendoj që harta duhet të qëndrojë pa ndryshuar, ajo që duhet ndryshojë është që bashkia të jetë realisht e fortë, siç mban edhe titullin projekti juaj dhe për atë që ju keni punuar në fakt në gjithë këtë kohë. Faleminderit. Diogen, koha ka kaluar çdo limit, unë do t'i marr leje kryetarëve nëse duam të marrim input tjetër apo ta përmbyllim kryetar? Edhe zotris? Edhe zotris? Po zotri, ju lutem. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje panelit. Unë mendoj që ky komision është një Islam Ismaili nga Kurbini. Unë mendoj që ky komision është një shërbim për të mirën e gjithë Shqipërisë, angazhimi politik për zgjidhjen e problemeve është një domosdoshmëri. Dhe për këtë e shoh që ka dhe një balancim midis palëve dhe është detyrim qytetar që të gjithë të angazhohemi për të mirën për zgjidhur problemet. Tani le të kalojmë te vetë fjala për cilën unë mendova se na keni thirrë. Ju na keni thirrë për të dhënë mendim se cila është më e mira se si mund të organizohet ndarja territoriale e qarkut Lezhë. A duhet të vazhdojë kështu si është apo mund të ketë një ndarje tjetër? Unë tangent pe them, unë mendoj që edhe kjo ndarje mund të jetë funksionale, por kur barazon kushtet ose kur respektohen kushtet e shpërndarjes së shërbimeve ndaj qytetarëve dhe nuk ndërhyn politika lart për t'i përqendruar te zoti Pjerin, te Bashkia Lezhë dhe qytetarët e tjerë t'u largohet shërbimi. Që të mos e zgjas, ky është fakti që nuk po hym përmetej. Në aspektin reform, unë di që do të thotë marrje masash për ndërtim strukturash që t'i shërbejmë qytetarit. Këtu ka marrë iniciativa Qeveria Qendrore që do të shkel ligjin 98/2016 për reformën në drejtësi. Mbi bazën e studimeve dhe mbi bazën e këshillimeve, deri këtu ka shkuar shkelja e ligjit nga Qeveria Qendrore e Republikës Shqipërisë. Kuzohemi të 3 ligje, 68, 139. 98/2016, thash. Që u bë reforma në drejtësi, mbi bazën e disa kritereve që caktoi Këshilli i Evropës. Besoj që kjo nuk ka të bëjë me pushtetin vendor. Unë jam në Kurbin dhe duhet të them, deri aty arriti
shkelja e ligjeve nga qeveria qendrore, sa që nuk u respektuan statistikat mbi bazë të cilat do bëjnë kjo reformë. As numri i popullsisë, as distanca për të shërbyer qytetarit, as infrastruktura e Duke gjykatave. qenë se jemi në limitet e kohës, ju Jemi në lutem limitin- fokusohemi te pushteti vendor. Pushteti vendor, mendoj që ka dy variante për Kurbinin. Varianti i parë që të rri Mirdita, Kurbini dhe Lezhë, dhe varianti i dytë mendoj unë që është Kurbini, Fushkruja dhe Kruja qark me vete. Për sa i përket. Po, edhe i propozime konkrete, po? Për financa diçka dhe do ta përmbyllim. Për sa i përket, nuk ka se si me pas barazi në financa, bashkitë e Mirditës dhe bashkia e Kurbinit në raport me bashkinë e Lezhës. Të gjitha shërbimet, agjencitë e shërbimeve, janë përqendruar në Lezhë duke e kthyer Kurbinin në Ikatun dhe Okay. jo në qytetin e lartë. Faleminderit. Faleminderit.